Po një rast po e tregoj vetë çka e ka tregu Muhamedi alayhis salam te Ben Israilit, çka ka ndodhur. Qartë, po, popujt më hersh. Çka ka ndodhur më herët. Thot njëri e ka shit një tokë. Edhe tjetri e ka ble. Të e punu tokën e ka gjetë një qyp me lira. Opa. Edhe merr qipin ja kthen atij thot kish qenë në tokë. Te ara jote që e kam ble. Thot punës se kam ditë. Po se ke ditë merre. Thot unë ta kam shit arën edhe shka ka në ta. S'muj me morë të prap. Kje thot unë ta kam shit, unë e kam ble arën. Amo s'kam ble lira. Altan s'kam ble. As njoni s'pe pranon. Edhe kanë shku të një njeri i meqëm, të një djetar. Kanë thonë, në jabe një kshil, thot, unë ja kam shit arën me shka ka në ta, pas se kam ditë se ka altan. Kje ka gjetë? Kje ka gjetë, po ma këthen mu. Kujt i takon kjo? A këti, a mu? Ki kure ka pas se as njoni s'pe pranon. Të ditë njerëzit devoqëm, njerëzit mirë. I ka thonë, ti a ki e fmi, qka ki e thot e kam një gjallë, a i martum, sa i martum. Ti që ki e thot e kam një vajzë, e martume thot, sa e martume. Ti kanë muslimani mirë, edhe ti muslimani mirë. Dhe thonë njeri devoq, ka thonë, hajde martoni ato di, e japë një këtinve, as njoni musliminni. Edhe i kanë martu bitë të tire, edhe atë pasuni e kanë marrë ato e kanë zhvillu jetën. Qa në foke.